E kam afër vetes që prezantova edhe zotin Zjadin Dedinca, që po du me i thonë, mirëmëngjesi zoti Zjadin. Mirëmëngjesi. Qysh është gjuhë sot zoti Zjadin? Mirë, diçka më ndryshe se është orari ndryshe, jemi 6 ora mrapa me. E vërtet. Qysh është mëngjesi për ty, më ke tregu që në momentin që të kom shkruajtur që mos e ki problem, unë e vinë në sa do ora koft, sepse jam person që zgjona herët. Do të thonë një person që gjithmonë zgjohesh herët. Zoti Zjadin, unë të regova pak ma herët që kemi me folë për krimtarin tonë. Një krimtari shumë të bukur, shumë të lezetshme, edhe mbi gjitha një respekt unë gëzoj për gjitha ata persona që edhe pse janë në mërgem, sidomos për ty që jeni në Kanada në largët, por na sjell krimtari shumë të bukur. Afër meje kam edhe 2 libra shumë të lezetshëm që po të falenderoj shumë që na i ke sjell. Rrugët e mia, unë edhe me këtë rast e kom titulluar edhe temën e sotme që kemi me bë bashkë me të ftuarin tim, Rrugët e Zjadin Dedincës, cilat janë rrugët e Zjadin Dedincës, ma sakt, po edhe një libër tjetër, Net e ditë, apo? Tregon pak ç'ish është malli për vendlindjen, zoti Zjadin. Ne këtojme që ku tjetë largë edhe në vlerën ma shumë. E pra pak qëta? Po. Dhe malli për vendlindjen është shumë i madh për neve, mërgëmtare. Unë e thëmë edhe kam thënë gjithmonë që trupin e kemi atje, mendjen dhe zemrën e kemi në shqiptari. E vërtet. Si që qua janë. Sa vite ka zoti Zjadin që ka shku atje? Na trego pak atë pjesën e fillimit, më intereson me ditë. Shumë. Unë vitin 1993, janar 1993, jem shku në Berlin, që në e 7 vjetë, pastaj në Angli për 5 vite, dhe 2005 më gjeti në Kanada. Në Kanada. Sa vjetë e atë të punoj. Sa ka qenë e vështirë pjesa e fillimit? Po besoj që çdo pyetje që po ta bëj në këtë pjesë të fillimit është vetë se me u njoftë edhe publiku ndoshta i gjerë për ata që nuk e njohin zotin Zjadin, edhe me ditë pak më shumë se çfarë punë të mira ke bën në vendlindje. Mërgimi kërkon është tire, kam qenë i ri, kam qenë 18 vjeçar, kam qenë pa prind, pa skon që themi ne. Pa skon, në një fjalë shkurt. Mirë, kthehemi tek pjesa e asaj që ti ke bë. Pastaj kemi me dalë edhe tek pjesa e librave. Unë kom pa pak ma shumë rreth asaj se çfarë ti ke kontribu, sidomos për shkollat kosovare, duke ju sjell gëzim edhe shumë lumturi edhe shumë nxënësave me pajisje teknologjike. Më trego pak ç'është lindi ideja për me i sjell ato, edhe pse e di që gjithmonë kur ki mall edhe nostalgji për vendlindjen, gjithmonë mendon se pret, çka duhet me bën diçka për vendin tëm. Sport për mësoj pak. Po, më fal. Nuk ka qenë kosovar, po ka qenë gjithë shqiptarëve. Gjithë shqiptarëve. Kam filluar me Vlorë, kam dalë deri në Bujanovc. E vërtet. Faleminderit për korrigjimin. Ti je sakt. Patjetër. Gjithë shqiptarë jemi, po e cika tek shkollat kosovare, pa harru edhe pjesën andej. Po. Ishte shumë e lehtë. Pandemia e kapi Kosovën, si gjithë vendet, edhe ishin gjithë me distancë. Kishte fëmijë të varfër, më dëgjoja nga familja, nga shoqëria që kishin nevojë fëmijë për një laptop. Pastaj ishte vitin të 90-ta kur armiku na mbylli shkollat. Është dashur me investu pak diçka, pasi janë hapur të forcojmë shkollat. Po, sakt. Po edhe unë i du shkollat shqiptare, dua të ishin të ngritura. Është edhe një shembull që marr jashtë ku jetoj, për shembull në Quebec, frëngjishta shumë respektohet, shumë bëhet. Është provincë e Kanadës. Dhe duhet edhe ne ta forcojmë gjuhën shqipe, duhet të forcojmë nxënësit të japin pak dije. E mendoj që kompjuteri jep dije. Është pjesë e saj. Më trego pak ç'e pretën nxënësat, ç'e pretën shkollat, thash që nuk je ndalë veç në vendin e Kosovës, qysh edhe më korrigjove, po ke vazhdu edhe në pjesë tjera, sepse rëndësishme është që ka shumë njerëz që ndalen, hajde veç në disa shkolla, po e kry qatë obligim, po ti nuk je ndalë, ke mendu për krejt pjesë ku ti mendon që ka pas nevojë. Unë kom fillu në Vlorë. Nga Vlora e bukur. Nga Vlora Flamurit, si përquem gjithë. Mire kam pritë shumë. Kum pas shumë emocione kur i dhërën një fëmijës që është i varfër dhe për fat keq e shef duke qajtra apo duke mbushur me emocione, është vështirë. Sa është në kësej është edhe vështirë. Është edhe vështirë. Mirë, zoti Zjadin, isha ndalë tek pjesa që më pëlqen shumë, për vetë faktin që unë jam një poetë e ri, edhe normalisht që kur kam poetë të tillë ose vepra të tilla kaq të bukura, normalisht që nuk mundem me pajtësi këtë pjesë, edhe është edhe tematika kryesore jona sot. Pse pikërisht libri, pse pikërisht poezia, pse pikërisht shkrimi për zotin Zjadin? Nga lindi, gjithçka. Unë që ka fëmija kom shkru.
që kur isha më të thonë 19 vjeçare, kom po vetën që kam talent për shkrim, por ka qenë koha ndryshe, kam qenë pak i ndrojtur, edhe kom lënë sa të nesër se ne, po e dija që ne ditë ta votoj librin. Për fillu me libër, nuk e kisha ndërmend për libret e pa rrugët e mia me autobiografi, kisha ndërmend një libër tjetër, por nuk mujta me shkruaj një libër pa e shkruar autorin ose profesorin kush ka bërë këto misionet. Po. Edhe këtë i kom cek disa nga misionet e mia që kam ndërruar kompjutera, kam cekur disa që kam pasur kontakte me ambasada edhe me organizata ndryshme për ta njohur Kosovën, Prishtina-Kosovë, që në shumë vende ekziston Prishtina-Serbia, po Prishtina-Jugoslavia. Kom pa edhe këtë pjesë shumë ka pëlqyer shumë. Në fakt, isha ndalë edhe tek pjesa e kopertinës. Unë më intereson gjithçka edhe pse jo gjithçka që është në kopertinë është edhe brenda, po. Kur është edhe kopertina e bukur, edhe brendësia e bukur, veç se po e shihni edhe në bazë të kamerës që po e fokuson me toni, faleminderit shumë. Një kopertinë e bukur, pse pikërisht kjo kopertinë? Unë e kam bërë vetë. A po? Po, i pyeta disa shoku ku punoj atë, thash më ndihmonin kopertinë edhe mi dhanë do ideja, nuk më pëlqyen. Dhe në fund, dallon dysha është që vjen nëpër verës tek ne kemi pasur, ne mërgjimtarët jemi të tillë që vinë për një kohë të shkurtë, edhe pse dallon dysha të vazhdojnë gjithë verën. Po i shoh këtu shumë edhe një libër kogja i mbushur plot, por pas asaj që e cike çka përmban tjetër ky libër edhe më trego pak çysh është prit në fakt në vitin 2025 pra. Po shumë mirë prit. Unë e kam bërë shtyp librin, domethënë i kam dhënë, unë nuk përfitoj pikë këtyre librave. I kam gjitha japje pa lek. Dhe nëse dikush jap lek, ato lek shkojnë për nxënësit për bursat shqiptare. Domethënë libri nuk e ke në shitje. Libri është vetëm jepet dhuratë, kam dhënë për shkolla, biblioteka dhe nëpër njerëz që një apo më kanë kërku. Pse e ke marrë këtë vendim? Sepse zakonisht unë njoh shumë poet që para së gjithash shkruajnë për kënaqësinë e vet edhe për kënaqësinë të tjerëve që i dojnë librat, po me pas afërnesh një person tillë që çdo gjë e bën pa këmbim, me marr diçka është një diçka fantastike. Duhet kemi marrë shumë se ne. Spesu ma shumë vetëm po. Modestin e kemi lënë Kanada, kështu që zotë Zedin mos tani për këtë pjesë. Jo. Puna që duhet ta ndihmojmë shqiptarinë. Unë librat e mia është frymëzim për gjithë gjeneratat e tjera. Që më ndihmu shtetit, kjo është arsye. Kjo është arsye. Po është libër është shumë mirë ceket edhe ato që unë nga vështirësitë po. Kopertina. Rrugët me vështirësi me natë ato. Po më duken të momente që ke kopertinë, po ma qërë mallin pak edhe tek jetës tënde. Fluturon zoti Zedin, po gjithmonë me krah dhe me mendje në vendlindje. Rrugët e vështira se rrugët, patjetër. Nuk është e lehtë me ardhur nga Kanada me 6 valigje sa 7 valigje, me kompjuter të mbushur. Dhe atje nuk kemi vështirësi, po kur po vina në Prishtinë, po kam shumë vështirësi. Është e kundërta, duhet ta them publikisht. Po patjetër, cilat janë ato vështirësi që ti ishe më shumë? Ndogon kur vi, për shembull, kam pas edhe në libre she është udhimi lotus, që doganiat sill keq. Kishte nga ata të kallët, nga ata të mirët, po, sakt. Përshëndetje me gjithë, domethënë kam kontakte me disa, shumë mirë, po ka edhe njerëz që nuk janë profesionalist. Ose bëjnë unë më na kupton. Është për fat keq. Po, sa shpesh na vjen zoti Zedin në Kosovë? Sa je i lidhur me Kosovë? Ke ardhur për pak ditë, 4 ditë, 3-4 ditë, kështu? Për 4 ditë nga Kanadaja. Kam ardhur të mërkurën, në të hanën mëngjes nisem mënena. Të hanën mëngjes. Vi 2 herë në vit. Ose mundona më 2 herë në vit. Se mi mësu zakonisht zoti Zedin nga Amerika e largët, Kanadaja, në këto vendet më të larta, na vin shumë arrall. Kështu që interesant kjo pjesat e te. Unë një punë kam, një pasën, nuk jam ta veses edhe këto që nuk e pasën, një punë kam, një pagë mojore. Por nuk kena me marrë kodgjë me veti. Shumë e vërtet. Kështu që vina të një mujnë atë fëmijëve njerëzit që ka nevojë. Në fakt një bisedë telefonike kur e kemi ba me zotin Zedin, po duhet me cej këtë pjesë, më tha që unë nuk jam i pasër, një punë e kam, i thash, ndoshta nuk je shumë i pasër, po e ki zemrën e pasër, veç për faktin që me ndonë për vendin tënde dhe kini atë dashuri këtë gjatë shprehur, sidomos kur njohim shumë persona, pa disht me gjyku asnjënin prej tyre, po që e di shumë mirë që thonë që kanë mallë për vendlindjen, po ndoshta asnjëherë nuk e kanë marrë guximin që sa do pak me bë diçka për vendlindjen. Mirë zoti Zedin, dalemi tek libri i dytë. Interesant, po më pëlqen shumë pjesa e përgjithësisë së kopertinave, sinqerisht, sepse në sy të parë për publikun, pjesa e kopertinave ka shumë rëndësi. Faleminderit. Kjo e dyta, çka simbolizon për ty ky libër i dytë? I dytë, 2026. Duket se fundmi e ke pas. Unë kam shku shumë.
Kom libra të gati, ndodhë që mas 2 muaj dalë me librin tjetër. Hajde, more për hajrë. Por libri por ishte një autobiografi, me nova e kom një ngjarje të vërtetë. Që më ndajmë me botu, po diçka e afërt me autobiografin për me botu pas 4 muaj, 5 muaj një libër tjetër, është dashur ta ndryshojmë, ta kem diçka tjetër, jo të jetë diçka e njëjtë. Kjo është arsye që më ndalë me poezi. Pastaj, kjo e dyta, çka përmban ma shumë, çfarë poezi kemi ma shumë? Është më shumë thëmë jeta ime. Jeta. Dhe me thonë, jeta e një mirëkrimtarit, jeta e një adhetarit, jeta që me taku shokë, dashurisë, pa tjetër. Atë dhejot, atë një du shumë. Atë dhejot. Sa është e vështirë për me shkru, zote Zjadin? Unë e kom një farë periudhe që jo në çdo moment më vjen inspirimi me shkru, po për ty kur të vjen inspirimi me shkru? Kur e kja atë periudhen që donë me shkru ma shumë? Nuk e di nashta, unë ka natë, ose në mërgim kom nejtë shumë vetë, pa familje, dhe thuj se gjithmonë jam me lapsë në dorë. Me lapsë në dorë. Do më thonë, kur jetë të nërë me lapsë në dorë, paramendoj e sa librat ka më nga cilë zote Zjadin. Unë kom punu që 40 vite, nuk është puna që kom punu, vetëm sot, kom shkrime shumë, kom dhe poezi që kam shumë qyshë në vitet e 80-90. Kur thu që për shkruan të në kohën, është mirë edhe kjo pjesa që shkruan të në kohën, po je shumë selektiv në ato se çka don me botu dhe publiku, apo jo? Kjo është arsye që e kom dalë të poezia dhe e kom menu edhe. Qysh është prit, tregon pak, që kanë prit njerëzit këto, për pos familjarëve dhe gjithçka tjetër? Libri parë o prit shumë mirë, e shtypa një 300 sofa, shkonë në gjitha. Sa bukur. Unë kam ndonë shumë në për biblioteka qytetit dhe shkolla. Pastaj librin e dytë, do më shtypjen e dytë edhe ato thoj se janë shku, po mendoj me edhe një print tjetër. Edhe një tjetër, do me thonë, qatë shumë që janë pëlqy. Po te pjesa atje, qysh është pjesa nështa e shoqërisë dhe familjeve atje në Kanada, tregon pak. Edhe shoqata, i kemi 2 shoqata atje në Montreal, shqiptare, një është shoqata kulturore, edhe një është shoqata Kosovës. Sa mirë. Shoqata Kosovës janë të përzinë të Shqipnisë dhe të Kosovës. Shoqata kulturore janë ma shumë të Shqipnisë. Dhe shoqata kulturore e bën një organizim për mu për prezantimin e librit atje. Rrugët e mia, po. Shumë mirë. Mirë që ka edhe shoqata të tilla, ndoshta që pse jo mu familiarizu pak më shumë, me ndo ato mendimet edhe gjanat e bukura. Kjo kulturore po në një punë shumë të mirë, të përshëndes e të falënderoj. Patjetër. Por 2 shoqatat janë që bojnë, domethënë më shumë kjo kulturore organizon edhe shkollat. Për fëmijë atje, një herë në javë në dile shkojnë atje. Sa mirë që kemi gjana tilla dhe të bukura. Opa, na shkun librat. Unë kisha deshëm, unë pëlqen shumë interpretimi, zote Zjadin. Kisha deshëm me interpretu diçka dhe para teje sidomos, të shoha për të pëlqen që po interpretoj një poezi tënden. Më the që ka shumë poezi, unë fakt dishta me zgjedh diçka, po e pata dhe një sugjerim tëndin për pjesën e prindërimit, edhe pse sidomos këto poezit e fillimit, kështu që për kryt juve që veç doni me i pas në duar këta libra, unë me zis po pres sinqerisht me i lexu, po shkoj me një poezi të zotit Zjadin që e kam këtu afër vetës, e që edhe pak minuta ja kushtojmë bisedës, edhe pastaj jemi në përmbyllje, pasi kemi pjesën e dytë të telefonatave dhe mesazheve. Prindërimi. Të gjithë rasin o baba, o nën, por pak e din cili më shumë i do. Zgjo birë, mos ku venda, thërret babi të birin o. Eja moj bi e merë dorë, se ty nëna nuse po të dërgon. Të jesh baba e nën është e letë, por jo dhe prend i vërtet. Të vërtet me meshe me shpirt, netët e vona e mëngjeset pa pushem. Prind i vërtet është ai që vajton, atëherë kur ty diçka të mundon, e kur trupi ti i lodhur vallëzon e këndon, ty pa pritur, bota e vogël të gurgullon. Sa e bukur, zoti Zjadin, shumë e bukur. Shumë emocionale, shumë e bukur. Kjo poezi është shumë, unë e këmë thonë, që ka shumë, baba nënë është cili. Shumë e vërtet. Mo t'i ko se pas nani këtë shpreje. Shumë e vërtet. Tu bazu në këtë poezin e parë, para mendoj e sa emocionale dhe sa të ndjera munden me qenë edhe poezit e tjera. Librin e parë fillova, poezin e parë, librin e fillova poezin me mendoj që është prindërimi, familja, pas taj dalim. Pa tjetër. Pas ka dhe shumë kushtuar babit të... Do me thonë... Shumë e bukur edhe kjo. Pas taj kushtuar edhe nanës. A i ke prind gjallë? Babën jo, babën e kom posë shumë mas të mdasër. Do me thonë e jem frëmëzun nga aji, dhe sa të jam kushim.
Po më se kësha në babë tilës, besoj që të tare që këtë. O, zot, sa mirë kur kemi vlerësimet të tilla në fakt, aso nuk e kam babën, edhe po muj më të bashkëndjej për këtë pjesë, sepse unë mendoj gjithmonë që çfarë ne jemi sot, jemi pasqyrë e prindve tanë, sidomos, e ndo njërit prej prindve që ndërsa më shumë, po dhe gjithmonë them që si nana, si baba e kanë kontributin e tëre, po nanën e pa që me jetë gjatë, uroj që ta kesh me jetë gjatë edhe me shëndet të plot. Tregom familjen tonë dhe kush e përbën zoti Zjadin në Kosovë, ke ardhur vetëm apo me kënd ke ardhur? Është tani pyetje personale, po jo, pse jo, bashkëbisedim. E kam vetëm një djalë, nuk kemi martuar. Është një djalë 20 vjeçar, i cili flet shqipen thuajse si one. Sa mirë. Mendoj që i kum nejt pak afër. Sa mirë. Shqipen e flet shumë mirë. Do i flas anglisht për shkak po. Jo, pak më kuptu, ndoshta edhe është të ditën shkolla jo frëngjisht jo anglisht, do të bap shqip. Një kohë të pas pyetje dhe është ka ardhur një vendasi, ishte nga Tepelena, është nga Tepelena. Edhe atë për më bëni sigurim për shëndet privat. Edhe pi fol disa terma nuk mund me fol shqip, edhe e thot ashtu, unë mendoj që duhet të gjindjen edhe ato fjalë shqip. Djali jam pa vjen, po thot, fol shqip, në atë kohë, po ai ishte vetëm 2-3 vjet. Fol shqip. Po nuk më kemë thonë ato shqip, e vërtetë, saktë. Nga frëngjisht e aksit. Shumë mirë që pas ke kriju këtë ndjenjen sidomos të folurit shqip, për ata fëmijë edhe ata 33 që ndoshta janë lindë dhe janë rritë dhe janë duke u rritë dhe duke u zhvillu atje në Mërgim. Mirë, e kam edhe një pyetje të fundit, po në ndërkohë po e lës edhe regjin që me bogat edhe një këngë tjetër, pastaj për me kalu edhe në pjesën e dytë. Një mesazh të fundit, zoti Zjadin, prej teje për krejt ata që po na ndjekin, po sidomos për krejt ata 33 që ndoshta e humbin motivin ose e humbin motivin për arsim, për të shkruar dhe për të punu për vendin e vet edhe matutje. Çfarë kishton zoti Zjadin, një mesazh, një këshill? Unë kam një përvojë shumë vështirë me ish profesorat. Ata nuk na kanë frymëzuar neve. Kështu që nëse shohin që një profesor nuk është frymëzues, shko te tjetri. Gjej rrugën. Unë kam dëgjuar shumë njerëz të suksesshëm që janë kanë vetëm se dua të bëj edhe mos më ndal. Mos më ndal. Unë lipat nuk isha shukur kur po të ndëgjosh atë të tjerët. Po e ke ndëgjuar zonën e zemrës tënde, shpirtit tënd. E di se çka do shpirti jam, çka do. Kur dënë shpirti, para mendone çfarë vepra dhe poezi të mira dalin si në këtë rast. Zoti Zjadin, unë po të falenderoj shumë që more rrugë, erdhe këtu në studio tona, për një me shumë kënaqësi që me qenë pjesë e jona, sidomos me mbyll këtë premte të lezetshme bashkë me bisedën me ty, kështu që ke shumë kënaqësi që të pata sot. Shumë kënaqësi ime që jam. Faleminderit shumë. Mirë, ishim bashkë me zotin Zjadin Dedinca, autor, atë dhe dashës do thoja, dhe një kontribues shumë i madh për shkollat, jo vetëm në Kosovë, po edhe jashtë asaj, aty ku flitet shqip, edhe e falenderoj shumë për prezencën e tij. Kështu që regjia, një këngë për qefi, edhe kthehemi pas pak me pjesën e dytë me telefonata edhe shumë gjëra të bukura, sepse shkon ora, sa ora shkon ora deri në orën 9.